Dhe ky fëmijë edhe miliona e miliona fëmijë të tjerë të cilët vriten në këtë formë, të gjithë këta e lypin hakun e vetë ditën e Kiametit. Çfarë mëkati bëra unë o Zot që nana pa baba më mbëtër mua. Gruaja e tillë e cila e mbyt fëmijën e vet në këtë formë, ai ka bërë dy krime të rënda, ka bërë krimin e zinaz, immoralitetit, kontaktit të jashtëligjshëm, edhe ka bërë bashkë me të krimin edhe më të madh që është përpjekja me mshifat krim, respektivisht vrasja e frytit, njeriu, të fëmijës me shpirt. Dhe si ndëshkim për te, në këtë dynja e ka ekzekutimin ajo. Po tjetë shteti islam, një gruaja e tillë dhe ekzekutor. Ajo veç nën nuk ka, për ata më martëran kur thete një nën. Vi thuni dreq, si nën, se pa pas shpirtin dreq, shejton, shpirt ka të shot populli. Nuk e mbyt as të hujin se lere më tanën. Qa ka faj fëmiu? Andaj në mënyrë të prem, nuk lejohet në asnjë rrethon. Aborti i frytit pasi të i ketë hyrë shpirti brenda në trup. E që është pas 120 ditëve. Ndërsa nëse lind fëmiu, deli gjallë, e jep çfarë do lëvizje, çfarë do shenje se është i gjallë, qoftë vaj, kan, qoftë kollitet, të shtitet, bën lëvizje që i jep me kuptu se është i gjallë edhe më një herë vdes. Hukmi, dispozita e këtij, baraz me një plakatje 99 vjet është i njëjtë në shariatin islam. Shejtëria e gjakut është e njëjtë. Mbytja e këtij, po sa ka lind dorë me pak sekonda gjallë, jetë, edhe mbytja e atij që ka 80 vite, 90 vite është e njëjtë për nga mkati, sepse është jetë e plotë.